Kam thot shumë mendime për të ardhmen time, boll po mundohena si për familje, i kam ba 30 vjet. Një prej fatkeqësive që i godet disa njerëz është të tepruarit në mendime për të ardhmen edhe frika e së ardhmes. Rrinë non stop. Çka po bëhet me mu, ç'është t'ja bëj, kur bjen me fjet, deri në sabah nuk e zë gjumi, tu mendu për të ardhmen. Koha ndahet në 3 pjesë, e shkuara, e tashme edhe ardhmja. Shkuarën, normal, lejon ashtu, kry filmi saj. Nëse mund me përfitu prej saj, elhamdulillah, po e nuk kthehet mrapa. Të tashmen jetoje sa ma mirë, shfrytëzoje sa ma pozitiv, përfita prej saj. Të ardhmen, planifikoje, por mos u friksoj prej saj, është në dorë të Allahut, mbështetu te Zoti, merri sebepet edhe rri rahat. Jo mendimet e tepruara, të cilat kalojnë pastaj edhe në smundje psiqike, telashe, etj. Kujdes në kjo.